Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani ka ftuar në një takim kryetarët e partive politike një ditë pasi Glauca Konjufca e lëvizjes vendosje nuk arriti që të siguronte votat e nevojshme për formimin e qeverisë së re. Një ditë më parë, Kuvendi i Kosovës nuk votoi në favor të formimit të qeverisë me kryeministër Glauca Konjufcën. Pro votuan vetëm 56 deputetë, 4 abstenuan dhe 53 ishin kundër. Konjufca ishte figura e dytë e lëvizjes vendosje pas liderit të partisë Albin Kurti, që nuk i siguroi votat e nevojshme për qeverinë Kurti 3. Kushtetuta e Kosovës parashikon që nëse edhe për herë të dytë nuk arrin që të formohet qeveria e re, atëherë Kosova shkon në drejt zgjedhjeve të reja të parakohshme dhe presidenti Vjosa Osmani duhet që të shpallë datën e zgjedhjeve, të cilat duhet të mbahen jo më vonë se 40 ditë nga dita e shpalljes. Deputeti i lëvizjes vendosje Hekuran Murati ka deklaruar se data e zgjedhjeve të caktohet nga presidentja pas konsultimeve me partitë. Unë nuk di që ka ndonjë opsion tjetër që lejon kushtetuta. Pra përveç se pas dështimit edhe të mandatarit të dytë, duhet të shkohet në zgjedhje, presidentja duhet ta caktojë datën e zgjedhjeve. Normalisht besoj që do të ketë konsultim edhe me subjektet politike, por edhe me KQZ-n, në mënyrë që gjendet data më e përshtatshme. Ndërkohë, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka thënë se presidenti Vjosa Osmani duhet që sa më parë të shpallë datën e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Kanë kaluar mbi 9 muaj që kur qytetarët e Kosovës kanë folur me votën e tyre dhe i patën thënë një jo të madhe të ashtu quajtur të referendum të Albin Kurtit, duke i thënë jo po ashtu mentalitetit të qeverisjes një partijake e autokratike. Po ashtu kanë kaluar më shumë se 7 muaj kur jemi mbledhur si të zgjedhurit e popullit këtu në Kuvendin e Kosovës për të konstituar edhe Kuvendin e për t'i dhënë përsëri qytetarëve e Republikës institucione legjitime. Asnjëra nga këto nuk ka ndodhur. Më vjen keq që për herë të parë ndoshta këtu para jush, qysh me 27 prill, apo ndoshta edhe me 23 prill, kam thënë që ky ngërç do të vazhdoj nëse nuk tërhiqet zoti Kurti nga mentaliteti i tij bllokues dhe përfundimi do të jenë zgjedhjet e parakohshme. Kam kërkuar qysh atëherë që këto zgjedhje të mbahen më herët në qershor, në mënyrë që qytetarët ta thonë fjalën e tyre edhe një herë për të na dhënë drejtimin që ata e kërkojnë. Kjo nuk ka ndodhur sepse ky mentalitet bllokues i vetëvendosjes së zotit Kurti e ka sjellë Kosovën pikërisht në këtë situatë. Kosova është me qeveri në detyrë në mungesë të një ekzekutivi të ri pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit. I pari që dështoi në formimin e qeverisë ishte kryeministri në detyrë Albin Kurti më 26 tetor me 56 vota pro, 52 kundër dhe 4 abstenim. Kurti më pas i hapi rrugë Konjufcës, i cili u mandatua nga presidenti Vjosa Osmani me 4 nëntor.